sot ministrit tonë nuk i njerëz adekuat sportit që dinë se sigur të shkon një nisër i sportit, as e kish nis këtë letër, por e në FIFA është marri, ne po tham. E dyta duhet me ditë që Kosova është e pranuar në konventën UEFA-s FIFA-s ku keq shtete të tjera dhe është në ambrellën e UEFA-s dhe FIFA-s. Ministria du më lidhë me këtë rast askush mbi ligjin, po dhe ligji nuk ka drejt me ndërhy në kuvendet e punë, në autonominë dhe më hotë sportive, kuvendet e punë ku në do qovë, qdo federate, Ministria që mund me ndërhy të parja publike, dhe më nëse ka me nëja shtone, nëse ka dishka shkele, ato pa ato duhet ko, gjithë mund duhet më ko. Edhe në këtë rast, klubet, federata, gjithë kush licencohet për ne afat. Nuk mund ti me ndërhy kur ti dush, ose nëse aja ka pas qime, federata në këtë rast, ku shku 5 muaj, 6 muaj, për të dishkon edhe afatit, se këtë klubet janë licencuar edhe në federat dhe në qërshor. Do më ka një afat që nuk mund ti me ndërhy dhe me bloku procesin të sporte, ose që shuko rasti me unol edhe tarët në mbi ligjin e sportit që kam pas probleme edhe klubet, me sponsorizim do më me arsutimin e parë për me mbjetu se është një ligj i mirë do më për këtë rast që klubet kanë përfituar dhe mbosoj po sportin përgjithësi edhe është një avancim i mirë. Po në këtë ndërhyjme do më thonë mas parë është një ndërhyjme qyqarën e kuptoj e ministrisë, është formë u dash me debatu, u dash me ullë me federatën, me forma gatë, mos me bon dam, se këtu mund me bon dam atë matë federatën, se UEFA, FIFA... Shiko ku e përmend tash në këtu, se po i përmendi këto paragrafe, Robi, dëshirojmë të theksojmë arritjen historike sportive të kualifikimit të kombëtarës së Kosovës në play-offin e kualifikimeve evropiane për botronin FIFA 2026, se të nënvizojmë rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit institucional në këtë moment kritik. Fiks është kja. Bojar. Nëse këto e thot, ta zyrtarët e UEFA-s, do t'i kam përmend gjitha, edhe momentin e ndërhyrjes, edhe ato se kam pos ku edhe nuk kam bërë, por mbi gjitha kjo puna e rezultatit sportiv. Që kena pos rezultate. Unë e kërëngova të porës debatin, unë kom thonë gjithore që unë nuk marrë vesh në ligjen, në këto që shdojt. Mirë po, qashtë shumë keshin koncentrume dhe që sheniva vesh sa ma konfirmoj, që jove në kalu me që thash, ose para 2 jove kruke, që mu ka duk që ndërhyrje politike, tash ku mujtë mu konë gabim, edhe tash une prapë po menen që është ndërhyrje politike. Mu kjo po mdo këtë ma shumë si serial indianu, bo serial turk. Para gjdo mbledhe, para gjdo zgjedhet presidentit, ose qka do që ka, para gjdo kampanje që kena me lujt, pa dollë dishka, pa ndodhë dishka nuk e len. Mu ma shumë po mbin kjo që na kanë gjitë neve si shqiptarë që thojnë shqiptarë e krejt të falë suksese nuk ta falë. Mu po mdoko që pse jena të posë rezultate dhe po kena sukses, tash po duhet dikush me dalë me prishat rezultat. Nëse ti nuk mundesh minimu, nëse kjo është veç e vërtet, nëse ti nuk mundesh minimu një federate, jo vetëm federatës futbollit, po edhe federatave tjera, të paktën kesh më si banë. Unë nuk e di, a ka vetëm federata futbollit probleme, thash edhe në emisionet e kalume, a ka edhe federata tjera, kur nuk e pash me herë, kur nuk e pash me herë në ndërhyrjet ministrisë në federata tjera, po vetëm të e futbollit.